Shërbimi provës në Vlorë ka në ekzekutim gjatë viteve 720 persona, ndërsa vetëm në vitin 2025 janë ekzekutuar 271 urdhra të rinj. Drejtori i shërbimit të provës në Vlorë, Francesco Muçaj, në intervistë për Blu Televizion, ka theksuar se ky institucion asiston të dënuarit me rrezikshmëri të ulët, duke referuar edhe bashkëpunimin me institucione të ndryshme, si zyra e punës apo qendra e arsimit profesional, për reintegrimin e tyre sërish në shoqëri, kjo dhe duke ofruar një mundësi punësimi edhe sipas nivelit të tyre arsimor apo shoqëror. Atëherë aktualisht shërbimi i provës ka në ekzekutim 720 urdhra ekzekutimi me dënime alternative me një nga institutet e dënimit alternativ. Aktualisht për vitin 2025, vitin kalendarik 2025, nga data 3 janar 2025 deri në fund të në 30 nëntor 2025, kemi administruar dhe ekzekutuar 229 urdhra të rinj sipas nëni 59 të kodit penal dhe 42 urdhra të tjerë me institutet të tjera të dënimit alternativ. Në total për vitin 2025 kemi ekzekutuar 271 urdhra të rinj ekzekutimi. Në bazë të legjislacionit në fuqi në lidhje me ekzekutimin e dënimeve alternativ, po edhe në lidhje me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, shërbimi i provës asiston të dënuarit me rrezikshmëri të ulët, të cilët dënohen në njërin nga këto institute të dënimit alternativ, për reintegrimin e mbikëqyrur, të kontrolluar dhe të lehtësuar të tyre në shoqëri. Teknikisht shërbimi i provës munduhet që të ofroj dhe të mundësoj ose të ndërmjetësoj më saktë me Agjencinë Kombëtare të Punës dhe Aftësive në Vlorë dhe me Qendrën Rajonale të Formimit Profesional Publik Vlorë, punësimin e tyre në tregun e lirit të punës sipas formimit të tyre profesional ose mundësimin e një profesioni nga Qendra Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë. Por këto nuk janë asnjëherë me karakter detyrues. Pra në momentin që nga të dënuari në mbikëqyrje kërkohet asistenca dhe ndihma jon për mundësimin e njës prej këtyre mekanizmave, ne në bashkëpunim me institucionet e mësipër përmendura mundësojmë zbatimin e nevojave të tyre dhe mundësimin e thëllimit të tyre profesional, formimit të tyre profesional dhe integrimin e tyre në tregun e punës. Gjithashtu ne edhe në rastet kur paraqesin nevoja për trajtimin e problemeve shëndetësore, komunikojmë me institucionet e shëndetit publik në qytetin e Vlorës për asistimin e tyre. Aktualisht kemi pasur në vazhdimsi mirëkuptimi dhe bashkëpunimi qoftë AKP-s, qoftë formim profesional për të asistuar të mbikëqyrjeve tanë. Muçaj ka theksuar se rreth 10% e personave me shërbim prove kërkojnë një bashkëpunim me institucionin për një profesion, ndërsa kryesisht pjesa tjetër janë në një marrëdhënie pune dhe që duhet të kryejnë shërbimin e provës në një punë në komunitet. Gjatë kësaj kohe kryhet edhe mbikëqyrja e tyre, kjo edhe në një marrëveshje me vetë subjektet. Aktualisht ne 720 janë urdhra në total ndër vite që janë të administruar, nuk janë të gjithë aktiv që janë në kontakte me shërbimin e provës. Pjesërisht mund të them që po të flasim në shifra të përgjithshme, mund të them që të paktën 10% e të mbikëqyrurve kërkojnë asistencën e shërbimit të provës për formim profesional dhe për integrim në tregun e punës. Pastaj pjesa tjetër ose janë në marrëdhënie të sigurta pune, ose janë me formim intelektual universitar, që nuk kanë nevojë për formim profesional nga Qendra e Formimit Profesional, ose janë me profesion gjatë tyren që e zbatojnë në përditshmëri. Pra ne zbatojmë 100% të kërkesave që administrojnë. Kreu i shërbimit të provës në Vlorë është ndalur edhe tek të miturit që marrin asistencë në këtë institucion. Të miturit sipas Muçaj në Vlorë janë në një numër të ulët, ndërsa në bashkëpunim me organet ligjzbatuese synohet që të miturit mbeten pjesë e shoqërisë, duke i ndihmuar edhe në faktin se bëhet fjalë për vepra me rrezikshmëri të ulët shoqërore. Atëherë Kodi i Drejtësisë Penale për të miturit, i miratuar në 2017, i ka mundësuar dhe Republikës së Shqipërisë që të arrijë dhe të parafrojë standardin e trajtimit të miturve në konflikt me ligjin me vendet e Bashkimit Evropian. Kodi i Drejtësisë Penale për të mitur është një akt ligjor i shkëlqyer në zbatim në Republikën e Shqipërisë, i cili mundson të miturit në konflikt me ligjin për një gabim të saktuar të moshës, në moment që ka përmbushur përgjegjësinë penale, që mos të ketë pasojë dhe mos të vuajë të rjetën në shënimet e vetë të gjendjes penalitetit, gabimin e moshës e saktuar të kryer një moshë të saktuar. Nëpërmjet Kodit të Drejtësisë Penale për të mitur,
për të mitur në konflikt me ligjin, të cilët bien për të pa në konflikt me ligjin, mundësohet masa e shmangjes nga ndjekja penale, e cila ju mundëson si alternativë këshillimin me familjen, këshillimin me të miturin, krijimin e kushteve dhe të rrethanave më të përshtatshme për ndjekjen e formimit shkollor, për ndjekjen e aktiviteteve sportive dhe kulturore. Zakonisht, numri të miturve në konflikt me ligjin në qytetin e Vlorës ka qenë gjithmonë relativisht i ulët dhe përpasoj ka qenë dhe relativisht e ulët dhe raporti vlerësimit për të miturin në konflikt me ligjin. Po gjithmonë është patur parasysh interesi më i lartë i të miturit për zhvillimin e tij kulturor, për zhvillimin e tij arsimor dhe për zhvillimin e tij njerëzor, në rastin që ka pasur çështje në trajtim me të miturin në konflikt me ligjin. Mund të them që qoftë nga prokuroria pranë gjykatës shkallës parë të ryktësimit përgjithshëm Vlorë, qoftë nga dega territoriale e shërbimit provës Vlorë, çështjet që kanë të bëjnë me trajtimin e rasteve individuale ose vlerësimin individual për të miturin në konflikt me ligjin, janë parë gjithmonë me përparësi dhe duke i dhënë mundësi të miturit që të vazhdojë sigurt në formimin e tij njerëzor, formimin e tij arsimor dhe që të mundohet që të kuptoj nga gabimi i caktuar dhe po flasim gjithmonë dhe për vepra të lehta penale. Pra në qytetin e Vlorës në lidhje me të miturit nuk kemi të bëjmë me shkelje të qëndësishme dhe të shqetësuese të sigurisë dhe të rrethanave dhe marrëdhënieve juridike në shoqëri. Flasim për vepra penale, për shembull drejtimi i automjetit në mënyrë pa rregull, e cila mundsohet edhe nga drejtimi i skuterave elektrik apo motorave elektrik që tani nga qeveria po mundoj që të bëhet dhe tutelimi dhe përsaktimi i qoftë i kategorisë së patentës të nevojshme për drejtimin e tyre, qoftë dhe për rregullat e qarkullimit rrugor në qytet. Pra, nuk është se vjen si pasojë se ne kemi probleme me të miturit në qytetin e Vlorës ose me formimin e tyre sociokulturor. Vjen si pasojë e zhvillimit teknologjik të shoqërisë për nevoja të cilat janë duke u tuteluar dhe normuar nga legjislatori. Personat në shërbimin e provës në Vlorë me rrezikshmëri të ulët, ndërsa synimi mbetet reintegrimi i tyre sërish në shoqëri edhe në bashkëpunim me institucionet e tjera, si qendra arsimit profesional apo dhe zyra e punës, me qëllimin për të ofruar atyre edhe një profesion.